Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha nga Selia Blu foli sërish këtë të premte për atë që ai e cilëson farsa elektorale e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Berisha tha se farsa elektorale është çështje kryesore edhe në Asamblenë e Këshillit të Europës. Kjo farsë damkosi përfundimisht Edi Ramën si Maduron e Europës. Farsa nuk ka përdihet. Ka 3 ditë që në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës farsa elektorale është çështje kryesore. Në seanca plenare dhe në mbledhje të grupeve dhe të komisioneve. Berisha po ashtu publikoi të dhëna që sipas tij faktojnë farsën elektorale. Sipas Berishës, kutitë e votimit u mbushën jashtë dhe u zëvendësuan në qendra të zgjedhore. Sot kam sjell këtu për të informuar shqiptarët për gjetjet në një seri kuti votimi të hapura. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka hedhur akuza se disa kandidatë të Partisë Socialiste të zgjedhur në votimet e 11 majit i ka quajtur ata deputetët e karteleve. Sipas tij, këto zgjedhje janë të palishme. Në shqyrtimin e materialeve të votimit në këto kuti, çka është dhe qëllimi kryesor i kërkesave të Partisë Demokratike, mund të them se këto qendra votimit që rreshtoj këtu dhe shumë të tjera ngjallin dyshime shumë të forta se përveç tretit bullgar është përdor dhe zëvendësimi, mbushja dhe zëvendësimi kutive të votimit. Kryedemokrati theksoi se prioriteti aktual i Partisë Demokratike mbetet përfundimi i procesit të denoncimit të zgjedhjeve të 11 majit. Element të cilë tregojnë se si Akënballa, Sara Mile, Besa Spaho, Ami Dyrmishi e të tjerë morën 130.000 vota deputet të karteleve. Dhe ky është një dimension, por një dimension që po vërtetohet. Dimensioni tjetër është blerja votës me prokurime publike 500 milion, është blerja votës me 100 euro për 48% të votuesve, pensionistë, është blerja votës me 100 milion rrej kanabis territor për të mbjellë, është blerja votës me punësim në 10 mijëra punojësve, është blerja votës duke dorëzuar të dhanat personale të qytetarëve, terroristë dhe patronazhistë për t'i kërcënuar dhe me premtime dhe kërcënime, hedhin poshtë përfundimisht farsën elektorale të 11 majit 2025 dhe pikrisht bazuar në këto dhana dhe qindra mijëra të tjera që kemi paraqitur para jush, Partia Demokratike deklaron se këto zgjedhje janë të palishme, se këto zgjedhje janë një farsë vërtet elektorale. Gjithashtu Berisha tha se Partia Demokratike nuk do të njohë zgjedhjet e 11 majit. Asnjë diskutim që do vi radha dhe do bëhet, por kompletimi i këtij procesi është interes jetik i demokracisë shqiptare, i opozitës shqiptare, i qytetarëve shqiptarë që besojnë tek vota e lirë.
Pra kjo merr përparësi absolute. Të përfundoj ky proces. Ky proces duhet të përfundoj. Nuk do të donim të zgjaste kaq shumë, por dhe pikërisht për të mos të kaluar shumë kohë, po jemi si më përzgjedhës. Më përzgjedhës, sepse normalisht meriton nga qendra e parë tek e fundit të rishqyrtohen. Do të shifim, kemi prap çështja ekutive të futura, krahas tretit bullgar, për bën një akt makabër,